Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavt pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin tonë të radhës, mos harrojmë ta përmendim sponsorin tonë të Art Exfis, ndërsa me neve është njëri nga sulmuesit më të mirë të pas luftës në Kosovë, tash disa vite trajner, Sheremet Isufi. Sheremet, mirë se vjen te Arena Yjeve. Mirë se vjen. Shëndet. Para se me bëj pyetjen e parë, unë javë shpjegoj ta që janë materi edhe se mojnë me në kohën, sidomos ato mas luftës kur futbolli 5-6 vjet u kon tepër i fortë, Kosova ka pas super ekipe, super lojtar. Sheremet Yusufi njëherë si Shera, u kon një sulmues më të mirë dekadës parë, është sulmues historik i Prishtinës me më shumë golla, 60 golla i ka. Do thon tash sa vjet kur s'ka mujt me aty rekordin. Ka fitu titull kampioni, kupa, superkupa. Po pyetjen e parë na bën çuçi ja ke nis me futbollin, cilë janë hopat e parë tu, në cilë është klubi i parë. Është interesant se u ka qenë farë në turner Mitrovic, në palestër minatori, edhe ka pas ekipe u bëjshin çdo vjet organization, edhe ka pas ka bllakone si gati 17 vjeçar që atëherë, edhe ai turniri ka lej qështojnë me sukses. Pe 60 ekipe na kalum 6 më të mirat. Kështu që pe ati momenti me ka qenë ai kryetar Aslan Vitaku i minatorit atë non, kështu që ka ardhur ai. Kena bisedu me të. Unë si i ri atë nuk disha as qa me fol, as veç pas do shoki ku pas si kena lue, u kon një far Hashimi, Shaini, ata që kena lu futboll, ata kanë lu më herët. Edhe thash qa po thot atë nuk e disha. Po thot qështu më ardhë me provu në minatorë, me jem të interesu. Thash unë ja lash aty në thash, qysh vendos një jo, thash unë nuk ka problem. Qysh i kujton këtu vitet e para me një klub prej rrugës, do me thonë që kini lu me shokën turnira, tash në klub minatorit edhe kur dihet që ato vitet, kur ke fillu të janë kun vitet para luftës, qysh i kujton, çfarë kujtime kipe asoj kohe. Është interesant se kur e lam tani stërvitjen me shku aty, shkum në SHD, e kam se atër që s'nalo një farfushe e vogël u kon aty, shkum aty me ushtru në SHD, pesha aty këtë nuk i njof shans një. Tash i njof shemë në atë kohë që u kon Kaqa, Ardiana Abrashi, Gzim Kaçaniku, Kaqa. Gzim Kaçaniku, indjeri. Ardiana Abrashi, u kon Jeton Qobreli, Elvis Osmani, po në atë kohë nuk i kom njot, adin edhe Janis në stërvitje, edhe qështu. A të atë s'ke mira, mu ishe jetën Qobreli edhe e përmene Qobreli në asponë në dy sulmues tjerë që kanë bo karrierë mirë Kosovë. Qështu u bashkangjite me ekipin, a rrite me nëzon vend? Futboll është interesant se të me pasë edhe fat ka herë, unë po ta fat qysh lojnë e parë dhash gol. Bili se arre kol me Beslidhen. Me Beslidhen këna lumë në Smrekonic. A e kon gjithë sulmusa? Gjithë sulmus. Gjithë, ha? Si sulmus dhe me thonë të murë trenire edhe? Sulmus kraj, po ndërkuj më gju edhe në qender. Qender. Qysh erë puna mas lufte mu transferu të Prishtina? Në atë kohë dhije që Prishtina ka pos që të mund lejtar të mirë. Qysh erë dhe të dhej? Erdha me insistimin me Ajet Shoshollin, se a i ka qenë edhe trener atë. Në fillim kur kom shku unë, u kon Nazmi Rama. Mas një 5-6 gjiro, 7 gjiro me Sadio në u larguaj, erdha Ajet Shosholli. Edhe pe aty të nga po, a jem ka njoft me loj edhe, mas lufte me Reni, unë ka thirë, jena taku, kena bisedu edhe qështu. Jem transferu me insistimin e tina, kështu që shfrytëzoj rastin publikisht me përshëndet e me juru shëndet se ka mësu në shumë pejtina. Ka mësu shumë si lejtar edhe tash si trener. Te Prishtina kenejt bukur gjatë, gati 6 vite, 5 ose 6 vjet, po te Prishtina gjithashtu je taku me shumë bashkëlejtar me emrat njohur të asoj kohët futbollit, edhe ke fillu me fitu tituj.
Qysh e kujton këtë kohë, sa e rëndësishme u kon kjo kohë për karrierën tonë edhe Po, a ke pas vështirësi në fillim apo? normal u ka qenë shumë e rëndësishme se njëjtë si në minator edhe këtu kur erdha Ketë lejtar tjerë. ketë lejtar tjerë, kështu që po me kalimin e kohës u adaptova shumë shpejt. Edhe qysh sezonën e parë kam qenë gollshënuesi i ligës. I KF Prishtinës. KF Prishtinës. Edhe jo më adaptu mirë. 11 golla me sa më kujtohet unë i patallon. Atë qysh vitin e parë. Kështu që e fitova një farë vetë besimi. Se ta, është privilegj me lu ato në Prishtinë, normal çdo lejtar në atë kohë, po edhe tash Prishtina është klubi i madh. A ke titulli i parë për ty kur e titulli i parë ka 99 2000. U kon sezoni forte, ka pas kon e keni pas rival atëherë. Drita besoj ku ka qenë Drita, Gjelani, Besiona ka qenë në atë kohë. Po. Tani ma vonë edhe erdhën edhe Besa e... Po, Besa Trepça edhe Besa ka qenë po. Trepça 89 ka pas ekip. Edhe Trepça 89 po Jo, kanë dikon një vetë ekipe tepër të forta, flamurdari. Po. Edhe unë mund flamurdari se do mos më rana. Atje mas jem të Prishtina cili vetë menon që u konë ma i miri për ty, ose ma i suksesshëm edhe ka bu mu një ma i kompletume edhe ma vendimtar për ekipin. Normal kampion kur bëhesh e një vetëm pak ma kompletum. Kam qenë 3 herë kampion me Prishtinën. Po është një farë arritje kja. Po, normal. Jo sasoj gollshënuesi më konë i klubit. Thuja të në kuën që ato 5 sezona e gjysë goti për bjenë që ashtu. Që kam qenë 3 herë kampion, fitusi i Superkupes, 4 herë ndër 10 më të mirë kam qenë. Karriera ime me mira ka qenë vitet e Prishtina. Bashkë, cili u konë bashkë lejtari ma i preferum ose që jeni lidhë ma mirë në që atë kohë në fush? Lejtari ma i preferum ma shumë të që mirë vesh ka qenë Florim Omulli. Florim Omulli ndroj si djatë ka një. Ka qenë Gjevdet Lumnica tani ka orë. Me sa kujtë më do këtë një vjetë a dy nuk e di, sa i ka qenë edhe në dritë. Tani ka orë të na me Gjevdet Lumnicën, me Florim Omullin, Taverlanin, sa Kushtrimunishin kena lu, në solo në vitin e parë, tani i kaloj Besion. Këtë amrat më vaj. Valsor Gjombolaj, me ta kena lu, bukon Besin. Su kam shef kërkush, as s'ka ra mu ju më shef, se ta shbojnë edhe që se... Interesant, ja, kur e na hi ato, e na hi 100%, e kena dit vlerën e fanelës. Kështu që e na hi me angazhimin 100%. Ka pas Mitrovicas Prishtina atë kohë, u konë edhe Kurti, edhe Duraku, më zga Bosha, më thonë, ojka e futbolistëve të asoj kohën. Ma vonë edhe Emin Balici. Po tani Balici janë ma vonë. Më thonë, duke ke pas probleme edhe me ullëtu tani për shpe, me këta të gara bashkë, apo? Të kena ullëtu bashkë se unë e kam qenë që kena kontaktu me jetin, tani kam kontaktu edhe me këta dy, edhe tret kemi ullëtu një ku, po tani se qëllë e ndërën ekipe, po. Banesë edhe kena nejtë këto. Këto keni qëndru edhe në atë ko? Po, kena qëndru edhe këtu. Masane edhe Balici. Balici i ri. Po, ma e ri. Po, shumë i ri. Je të pshenu si Prishtinës në histori, dhe me thonë, pe Mastutës nuk arrit kërkosh me dati rekordin 60 golla, që të bën më ndjekja? Normal që më bën më ndjek Renar. Shumë bile, shumë Renar, edhe post asaj që është klubi me histori shumë të madhe, një ndër klubet, po klubet më të mëdha në Kosovë, Prishtina, që janë Trepça vllaznimi normal edhe këtu, nuk kanë në atë kohë me lumë Prishtinë, nuk kanë ka gjatë një farë privilegji madh. Kështu që nuk kam pas fatin me kalu shumë mirë në atë kohë. Kështu që i përshëndes të gjithë, edhe shok që kam lu me ata, gjithë kryesinë e kum kalu shumë mirë. A ki na i gollë ma të veçantë për këty në 60 golla që e cilëson ma të mirin ose ma vendimtarin? Ka shumë asi. Po. Ka shumë asi, po e kësha cek një me Gjilani kena lu. Atje në Gjilan, edhe minutën 90 e këmë dhe gollë. 2 vjetë lufteshëm për kampion. E sa u kry loja? U kry një. Në 89 90 e lash gollë. Po tash kur më gjunë krejt pe i gzimi,
qas që u kon loje fort, unë kapi gërqi. Unë kapi gërqi edhe me jetë arat, nuk dhe erdhe në mjek, e mulle thani me dal jashtë, do të kemi dal jashtë, dhe i dola jashtë një farë kundërstull me në banën, marrëm sa i të nëzirë penal. Marrëm sa i t'i kalu në atë kur, besim kollari, u kon me Isa Sadrive, one do qova, mu qukur, penal, thash qao bobre. Ako ka kon 0-1 të kry? 0-1. A këta me masi s'ka lu, po gëtë ju ka vite dhe barazimi. Jo, barazimi gjithsesi, po dyja ti na kon për kampion luftoj, që ne jo na konvenoj ke edhe barazimi. Po qështu, kur Që shukon atmosfera atër, o bëshin shumë shikus. Atmosfera ka qenë fenomenal. Shumë pak shikus në atë ku ka posë ndeshje që mbë 10.000. Interesant, mu që dit me kohën e sot, e sham këna shkuna për para, kon një orë për para, kon stadioni mbushën. Unë e mbojnë men gati 80% stadione kur kalu Prishtina i kon stadionet e mbushëra. Tash sa në të këshyrë në televizor. Tash pak ma pak s'po di pse. Plus asaj kanë kushtet shumë më të mira, si infrastrukturë, si në punë, si në profesionalizëm. Tha që i ke fitu 3 tituj me Prishtina, po qa e ka bo realisht atë skuadër ashtë fort? Që të mos që ato vitet që i përmenëm, deri kur ka fillu... E ka bo grupi. Po. Grupi, shnush, grupi, mirë që besa dhe lejtarte, mirë, në konë tregova ma eret Lumnica, Vesilica, u konë Qazim Humulli, Fadil Berisha, Lëzdret Humulli, me këta u konë edhe privilegj me du se dikur mësum krejt në Sumshel, ku po shkon e ka po qele, kështu që grupi, unë besoj që grupi ka qenë shumë i shnush. Ka pos harmonin mes. Ka pos harmonin me veti, kështu që kuj na shkue në fushën gjatë udhëtimit, nashta kena bo në autobus ajgare, biseda, kështu, po kuj na i në fushë, mos ka. Apo ta merë me se shpesh të ujnë për emisioni Prishtina t'i ka 2 golla 20 minuta ata ka kryllojnë, se dhe mas Faruk e thët këto... E vërtet është. Bashkë që kjo kohë, që kjo ekipa ju u konë që aje ekip që ja ka kryu që të përshtypje, që qashë mirë u konë ekipa, keni kryllojnë shumë shpejt. E vërtet është, 20-30 minuta mas po këti 2 golla i knajep. Po, e thash edhe ma heret, Prishtina ka qenë klubi malë, kështu që ka edhe klube tjera kam pos, kur janë artë në Prishtinë kam pos pak man, ndryshe, plus asoj kanë ditë lejtarë që fare janë edhe. Po. Mas Prishtinës, u riktheve te Trepsa 89, tash me emër 3. Qysh erdhë kjo rikthim edhe... Qysh ndajte me Prishtinën? Me Prishtinën unë ndova gjithë shka normal, gjithë shka okej. U kry kontrata. Po, u kry kontrata dhe i falenderoj apet publikisht për ato vite që kem kalu bashkë. Kështu që arrit të marrëveshje me Trepsën 89 për një vit. Kalova një vit ato, nuk në ka jesë diçka mirë ato, edhe ata kanë qenë si zakonisht gati, kanë luftu çdo sezon. Po, ajo veç ka fillu. Po, bukur për toke. Po, qashtë. Kështu që në atë sezon nuk në ka jesë mirë diçka. Edhe u largohet edhe nafsh. Edhe u largom. Kur shukon të nafsh në atë kuja, mund me në një për lejtarve? Po, qysh, ja, ka qenë Elvis Osmoni, ka qenë Shpëtim Idrizi, Shpëtim Fetahu, Emin Balishi më sa. Ashtë ta kësi vese që po. Po më duket zia. Ka konë koha para se mi morë ata bulgarët e... E ka qenë edhe kjo Stojevi. Stojevi, po. Se di si i pas morë... Stojevi edhe njën mes fushur, ka qenë edhe i bulgarë. Po. Një qelu, ku më susu kujtu. Ka pas devës për nga kujtojt, për moj me që u konë shumë risi. Ivanov. Po, konë shumë risi për neve që i prënën... Po, se ja nisi edhe Trepsa 89, do i kem me i në atë hopën me fitu titullin. Edhe pse erdho ma vonë. Ma vonë. 2016 me sa... Ma herët në shtapa, ha? Po, që me kanë fitu vitin e parë mas pranimit. Po. Vitin e parë mas pranimit e kanë fitu titullin. Po, fikzolla që shku në Evropë tani. 2015-2016. Me Blerant kur tisha në të gjonën. Dhe me sëllmu se a moj me në U konë edhe një farë mes fushuri, po s'pun kujtu e temni
një farsi me flok bordha. Driljon Musa, Ylber Maluku, Ja u konë I Suareke së kone. I Suareke Argent Mustafa. Argent Mustafa. Më ka pëlqy si lejtarshëm. Pas ekipën e mirë kanë luajtur futboll të mirë të Zanashi. E po besoj që beqa asoj kur e konë edhe të Zanashi ka pas fushën e mirë gjithë. Izalushta ka pas terrenin më të mirë. Interesant gjithë e mojnë fushën mirë. Po, më të mirë në ligë ndoshta e kanë pas edhe ndihmë se ne kanë gata ato, kështu që ajo ju kanë ndihmuar shumë. Dhe edhe kanë lu futbollin për toke, gjithë kanë pas shef me zhvillu futboll të Zanashi. Po ti e vazhdon të Trepça tani. Te klubi, unë e them klubi më i madh i Mitrovicës, kur ka lu në Jugosllavi pori që ka marrë pjesë finalit kupës, shumë emra të njohur futbollit Kosovës kanë luajtur atë. Qysh erdhi me kalu te Trepça dhe edhe qysh e ni te ky klub, se ke lu bajagit gjatë edhe atë. Po, ç'është. Aty jam nisin normal si në shpitame, se me insistimin e Nezmedin Haxhiut në atë kohë ka qenë kryetari i klubit. Kryetari i klubit. Edhe me insistimin e tij kem kalu ato, kështu që besa kanë ardhur edhe shumë lojtarë tjerë të mirë ato. 2010, 2011, me sa di unë kampion. Jeni bo kampion. Po nësë kam veç gjysë sezonin kam nejtë ato. Gjysë sezonin e para? Po, në gjysmë sezonin e para. Se i patëm do farë mos marrëveshje sheri i paga. Po, normal. Kështu që po e preshëm marrëveshjet. Qa mon men për Trepçës në atë kohë? Moj men shumë sene që i kom kalu me shumë njerëz ato të parafert, me shumë shok, kem kalu shumë mirë gjatë lojëve, me trenera normal. Ka qenë Azmira, Bajit Shoshulli, Gani Sejdiu, po Gani Sejdiu ka qenë. Me sa di, unë Gani Sejdiu ka qenë kampion kërë. Po. Kështu që i kom kalu edhe ato shumë mirë. Gëlla shërnus djetë ato tash, pibjen si më li du pak. Qatë punë e ke pas? Kun po asfaltit. Kun po asfaltin Biliza e batë që do shuk ato me sushurin kondo. Ja bësha, u vesha vyt në dengat që ato, veç mushin dhe avi dengat, tani unë e di që bëja të ka herë del tubi për para vetë. Qfar ndryshimi ka post mes Prishtinës edhe atmosferës Mitrovic të Talltanoshi po dhe të Trepça? Se qëto vite janë nis veç më bo tani pak një par rivaliteti Trepça-Prishtina, edhe pse në mas lufte e thamë që nuk ka pas dhe me lojtarët kanë livrit shumë, Prishtinës kanë lujt atje, Mitrovicës kanë lujt në Prishtinë, dhe konë një farë, që me thonë, një farë atmosfere e mirë mes, po dikur u bo një farë rivaliteti shumë i ma shumë basketbolli, po mdo këtë jau ka edhe tifoz për me... është interesant se shemull në atë kohë në Prishtinë u konë një ndër klubet në atë kohë që non-stop ka luftu për kampion. Kështu që edhe kur kena lumë në Trepçë të Talltanoshi, në Trepçë edhe këto të na kur kanë qenë, u konë një farë rivaliteti, ka pas që besa shikus, ka pas plot. Kështu që unë për vete... Askaromi jep në njërës Trepçë gullë se e konë të Prishtina në Mitrovic. Po, në Mitrovic edhe në Prishtinë. A festuve në Mitrovic kur... Tash u konë të luber atë panel, Po, kom festu, po jo qështën jo me zeme. Apo, ko gjani periud gjatë kom nejtë edhe në Prishtinë, kështu që... Po, normal. Edhe për ta kom dje shumë obligim, adin, kështu që... Kam prit që shtojnë fenomenal. Po sa qerisht sidomos plisat, mos t'i arrejmi që i ka tam kam përka shumë. Po, të ando shumë kam përka. Në gazet, festat, të ta... Veli më kujtuat një ras më kalëzën njoj Mitrovicës, a ju konë të orë edhe tash i kanë mshel dyrt. Ato dhe tash pja, a i tu hinë mrena munu me gjithë derën tash kryesore për me hije. Tash shikus ato, me sa më kujtuat, une ku patalon gull. Edhe tash shikus janë nisën pikë me rema shera. A ju sil ke rrë stadiume, s'mu i ke me gjithë me hinë mrena. Kam kalëzëj ka adinu më i ke me kje shumë. Ka një kongë. Dhe isha po veç komën që pas ke një bol e ke di që këm jep gullën. Po qashtë e kënajshë gjithë pas dhe bolle. Kështu që këm kalu shumë mirë si lejtar karierë ma të mirë e këm pasë në Prishtinë. Si trener në Trepçë që më formue. Ju formue ato.
Vinë Kështu edhe që janë dy. Vinë edhe te normal. vim edhe te kapitulli si trener. Mas Trepçës ke vazhdu te Besiona për një vit. Po. Qysh erdh ky kalim edhe qysh e kujton atku? Në atëku ka qenë Artangji që Po. hale Besione dhe kështu që me insistimin e tina na u largun pe Trepçës. Unë shpetim fetar dhe Sejdon Boshi. Po. Po. Na ka thirë Artangji që kemi bisedu, jemi marrë vesh edhe kemi kalu ato një vjetë. Ata kanë luftu për me hinë në Super League. Në Super League, kështu që në barazh na mujti vllaznimi. Barazh. Dhe barazh pa të shku, a? Ba shkum dhe në barazh, në Mitrovic na mujti vllaznimi. So pas gry? Me sa më kujtohet vallai 1-0 neve. Po diçka nuk na eske heq interesant. Ka lojë. O zahar ku më dit ata pak ma ndryshon si lejtar me provoj, po i kna pasë edhe do trije. Zahar atmosfera ka pasë e besa, po priket nashta Po. jenë prej pak që shtojnë kështu. Po, se Gjakova gjithmonë ka pas shikus shumë. E kështu po dje qysh kaleshe për përgjithësi, a? Mirë, vallai, super. Mirë, super, kena kalu edhe pritja atje ka qenë mirë kon trener Emini. Ai vazi, po. Kapella që i thoj. Kena kalu shumë mirë atje. Ka haloj dë taktika dhe... A ki na i nxori. Na histori me... Me Se ka ajdo interesant që i ka morë lejtore dhe rrugës e se po na vynë një... është interesant se një farë dresin numër 6 ai se ka pos mërzije. Po, 6. 6 e ka pos mërzije, edhe ta shkum përgatitjen në Maqedoni. Kur shkum atje henum një lojë misore me lu, tash ta ekonoma të këshin dit. Dhe po tash ai mund më ka respektue, edhe tash kur përjepëm dresa tash unë s'lypsha numër adin kështu dres. Ai për maja 6, unë veç e dhesha, adin lojë misore, s'koli dhe më. Kur më ka po ai të më bon zemena. Po dal, edhe këta s'm kallzon ai, ese kur më ka po ai. Bre pesho po bon me dur na tu nxej, adin ai është për para na. Hajde. Po bon me dur, poja. Unë thasha di qallë. Kur po vyt në atë, Sheremet ngëm, të respektoj, duhe, krejt si lejtar, po për 1 minutë me shku me jeki dres. Pse ave trenes? Mos e zgat këtë punë, shkoj që adresin vesh e tjetër, edhe bo të vëshku me jeki, dhe vesh tjetër dres. Ai ka pas shumë gjallë, se një sulmu se ka shti me luka, në gjë ty, kur kërës një strum gulbosh e ne e E vërtet, është e vërtet. Dhe i të morrin vesh. Njone ti pa thonë që shtë. Ta qëre dha desa e din ata që tes den dha loja kryet. Kështu që hin edhe vra po. A lojnë e vidja avo që tash e dojnë nga zë, tash po të njojnë, tash menujnë që i mire të rujnë 2 vetë, tash të të e fëgod. Po në trener simpateja, shumë interesant. Funin e karrierës, po. Funin e karrierës edhe të Ajvalia pak, në qatë ku Ajvalia kur filloj organizimin, edhe qysh erdh puna me kalu të Ajvalia edhe pse venduse mu pensionu, ose a erdh natyrë shumë a... Po normal unë mas Besionës erdha në Mitrovic normal. Ja njësa stërvitje vetë shumë Mitrovic edhe me Trepçën kështu që erdh një ofert. Po. Në Ajvalin atë kokon e kja gjatë pacullit e ka mojt. Klubin Ajvalia 1947 nëse të gaboj ofert. Kështu që një ofert ko gjaj mirë ke kështu që... Po se nisën më organizu ata me... Që besa edhe erdh koha e moshnës edhe... Po. Ka pak të shku ma burë. Ma burë, so. Kështu që i kam kalu 2 sezonat mirë ato. Edhe? Po në fund apet nuk mujtë me i ato, si në konë 2 Ajvalijat. Po. Ajvalia e Medës edhe e Pacullit të thënke. Kështu që... Po bëjk edhe një derbi fort me syne, me shikusë, me interesantë. Kishnicë. Kam kalu edhe ato 2 sezona shumë të mira. Mas e kryve në Ajvali mu, as provuve mu heqave s'the... Jo, ndërko sa isha të lunë në Ajvali, e vresha dhe qysh, që u kry ke loja. Shumë u loja. U loja shate e për thashe alla, po do këtë të bjorë fundi. Në Sovjet e ke lonë? 36 vjetë. 36. Pas ke lu mjaftushëm, po besej ses... Bo. Adhe bo. Në tash po lujnë 40 që jam nin, ajo në malë dhe mesis, po në alën heq.
Gjatë kësaj kohe të ka ra me lujt me shumë mbrojtësa të fortë. Apo na i përmend 3 më të fortë që i ke pas rival në lojë. Që ka lu në shtatë të drita, të Gjelanit, të Besiana, Trepqa. 3 që ta me Në atë kohë ka pas shumë që ka herë veç mi pa dhe isha ka muna me kalu këta dhe si në kona shumë ma të gjatë se one u konë Kurti Po. që më duhet pe i mene Gjevotja? Shefqeti Shefqet Kurti. Shefqet Kurti u konë Luan Tabaku u konë Selajdin Jerliu i Gjilanit u konë Bujar Guta ka kraj majt me Luanin unë dalsha herë majtë ata që Luani me bo me me të nëzonë kur thujnë tela të gjujke Po, që ashtë u konë mbrejtësi ashme që ta 3-4 i kësha veque që ma vështire ke pas me ta vështire kom pas me që thujnë me kalu me ta E për sulmuzve rival kështu për kucën e artë kush theshe me qëta ka më shty si vjetë për golla në atë ku u konë në Prishtinë ka pas u konë Kushtri Munishi që tanë mas një kuaj ka lëmë Besian po me ta zakonisht jena shty me golla ka qenë Ulik Semra ka qenë Malcar Gjambalaj me golla mirë ka qenë Brahim Vojvoda i Drenicës Haxhi Zeka këta e në konsul musi e bëj shumë diferencën me golla tash problem tash e ke vo se s'ka që si sulmus nëse shesët Superligën mas por ape për cilë Superligën po e për cilë a e ke pas sulmus që nuk kena sulmus që kena pas që në kohën tane për shembull e veç ti për mene një 5-6 shpejt plus dhe që s'po të kujtuar se se cila ekipe ka pos ka një spoku është interesant vallaj nuk po di me kohën e sodit bili saj për këtë kushte i kanë shumë më të mira se na për para me infrastruktur me punë, me profesionalizëm që i kanë sidomos të klubet e Superligës që janë po nuk e di mu që di apo ju jepim ma pak rëndësi trajnerat në përgjithësi lojës me pyk që shukon me nënsha tash është interesant se shumë këta po luajnë me 4-3-3 ose 4-4-2 adin ma në të ku kena luaj dhe na 4-3-3 po 4-4-2 dhe na kena luaj po ta rinjas nuk s'po di që më thonë këtu po tutër me morë qatë pozita përgjithësin e zonës është edhe pak të na trenerat që mjë je pak hapsia trijeve, mu ju besu pak ma shumë. Milan me luë dhe të lirë besa në fazën e sëllimit, mos me konë këtë taktika të jo gjuja që ti jo këthea, që që nuk ka nevojë fort me pa momentin me lezu. Se dhe driblime shë që ka ma pak, më ndonë këtë me finalizu me aksione. Për para të pasur mu që ka kop topin i ka kalu kretë dhe ka dhëm gol. Tash po luet futbol edhe maj shpejt, po golla nuk po ka. Golla ma pak. Që aty po është, a i seni kryesor po luajnë për golla. E vërtet. Që ata po provojnë me ndryshu të në kohën regula e sene me bo ma atraktiv se shikus për që ata po jekin. Që ashtë të rrët. Shirë gjatë soj kohë, ke pos fotin më grumbullu edhe me kontarën e Kosovës. Që shë kujtën atë kohë, edhe normal edhe pse para pranimit e përmenëm që kushtet e jem konë të vështira, po çfarë ndjenje u konë, kjo ndjenje e përfaqësimit fanelës, edhe pse dim na disa mitësore janë konë herë me Shqipërinë, herë me disa ekipe. Po çfarë ka thonë për ty kjo grumbullimi me? Normal është një nder i madh të përfaqësosh Kosovën. Kështu që ka qenë edhe për mua një nder shumë i madh. Më kujtohet shumë mirë, kena luajtur Mitrovic, kena luajtur në Prishtinë këtu me Renovën. Mitrovic kena luajtur me Diasporën, ka qenë stadioni më të plot ai. Është një farë privilegji. Bëshkësh adresën, është nder i madh. Kështu që që kujton këto grumbullime, se tash bëjshin hotel, a shkojshin një ditë më herët, Jo, veç një stërvitje shkojshëm që na thërshin se jo, veç na lajmëreshin klubet që je i thirrëm qështu edhe
në stërvitjem o do të kemë shku edhe, Në shfetan. po tash është ndryshe krejt. Tjetër organizam. Kosovën me çto suksese që i pa ekipin. Çu po duket? Kjo është një arritje e madhe për Kosovën, kur ti këshysh lejtar tonë në Kosovë që luajnë top ligat evropiane. Kjo është edhe për Kosovën, edhe për gjithë shqiptarin. Është një nder i madh. Po. Vedat Morici në Majork, Al Rahmoni në Napoli, Zhegrova në Juventus. Tash është ma ndryshe që besa dhe ekipet kur po vinë këtu, po mendojnë ma ndryshe, po. Me kena fitu një farë respekti, mu Qashtu është. se në kërkush me thonë një favorit me ta. Cili lejtar ka pëlqyer çto kualifikime deri në play-off? Normal, Vedat Morici, Aslani, këta, zakonisht ta që ka konë gol, i du më shumë. Aslani, Zhegroven që besa, Milat Rashica është, ka qenë edhe. Vazhdo me metë, po. Ta i kësha preferu në mes fush ta shkyll, i tari i ri që var Abdullah. Shumë i mirë. Shumë i mirë. Edhe këm Delova në pilsen shumë. Delova ke dena vëllë. Delova është lejton. Mbrojtës modern është to. Edhe i ka hije fusha, ka të vrapon, ka ato goditjet kur i ban edhe pasimet nga ne me tjartë. Se golla mo ka jepë, me sa dhjën e ka jepë një për një, 20-30 metrave ka jepë një. Jo dhe për na bën muni mirë se shumica e futbollistëve, sidomos në çdo ndeshjet e play-offit edhe me Turkinë e pom, që pa Ramonin, plus edhe disa tjerë korenica e tjerë që s'kanë ftum, po kanë 8 lojtarë ose 9 që janë dalë për Superligës Kosovës, e keni me të bën muni mirë. Që po prodhojna. Se për kundër vështirësive apet, po prodhojmë lojtarë për Evropë edhe për kombëtare. Gjithë kanë luë, Vedati, Rahmoni që i përmene këta kanë luë, unë mojnë me në lirije, në drejnicë Ramoni. Kështu që tash është nderi malë për ne me na përfaqësua ta në top ligat e evropiane. Shire, mas u pensionuve, vendose, mas një kohë, me fillu zëjen e trajnerit. Qysherët deri të vendimi, ose fillimisht e ke pas të mendje gjatë soj kohë që ke lu që unë ko me vazhdu me futbolin si trajner, apo ka orë diçka mas i e pensionu në atërshëm? Në fillim me thonë drejten jo, dhe isha ku më thonë, jo me ku me lu futbol gjithë, çfarë treneri, po që po vika ku sa ora, kështu që mas pensionimit që kesh edhe atë që e ceka në e vali, kalova në trepsh, me insistimin, prap negjet edhe amnis. Në një hafzu kanë qenë atë ku. Mora gjeneratat e reja. Mas pari këta dvezlit, 15 vjeqar. Tani kum kalu me 17, me juniorat tani, me juniorat kemi qenë kampion, jemi në Super League. Tani, më dha mundësia në ekipar, Super League, e kam edhe i strepqen, ligën e parë. Shtu që si trener që e përmena ma edhe si lejtar të Prishtina karrierën më të mirë si trener të trepshet ma të mirën. Qyshe përmenu me herët për sulmust, jep javë një këshilë që ty në sulmuzve të ri që po menojnë shumë kur po vinë të golla. Jep javë një këshilë që janë namsha. Një këshilë shumë e letë, veç punë, edhe kur t'ishte golla atë, s'ka me melu me 2 mene, a me shutu majta atë dja, po veç qiloja gollës edhe ku me i gollë. Shirë ti edhe pse jetu vazhdu zëjen e trenerit, po vazhdan edhe me lu ku pas kohë me veterant. Çfarë ndjenja kjo edhe qysh po ecin ato turniret ose terminet ku pas kohë me... Po i mirë, shumë mirë, po ecin se... Shkën edhe jashtë, dhe në lune... Po jena komsionje, jena kena qenë në Turkije. Turkije na kon kampion. Kështu që jo është një varë privilegji, adem tash nuk është si për para, me shumë disciplina, me shumë strikt kështu, po është një varë takune me shpevjetë, shoshnija të neshë, takuhëm, bisedojmë, him, lujmë, futbolli është pak ma nëryshe atërë se ka, tash kur po lujmë që po menaj që
ka herë shty tu, me thonë me nëzo, po s'po muna. Kështu që mirë, po kalojmë super, është në fillimin e vitit pare ka pat si shoqnishe e mojnë men Enver Halili. E pat si organizim, e pat bo këto, e pat bo që besa pat ta shpallë edhe lejtari në 2018-2019 lejtari ma i mirë. Veteranve. Pat ta shpallë tani u organizum në përmjet federatës, tash është Enes Shushulli. Kryetari i ligës veteran. Kështu që edhe tash si veterani kem do qyshtojnë do privilegje. Shkojmë në për lojna, çdo javë bojmë lojna. Shkojmë në për turnira jashtë. Apo ka rivalitet këtu në ligën e veteranëve mes ekipeve? Ka lojt mira që shtu të ecë, po. A ka në i lejtor se ka lëshu alo? Seni kryesor është mu takue. Po, normal. Po ta shoqni që kena luaj, që na kon ashta kundërshtar, jena shtyje, jena përlas që shtojnë luaj, po tash shoqni tash hajgare, që besa mas luaj nalëm në për darka ku shkojme, në për me pipse jo diska. Po. A ka në i lejtor që se ka lëshu edhe për kundër moshës, me thonë kështë se ka lëshu në thuj, se alo po lunë po thuj, ka dalve se... Mëllaj, Armendi është, Armendi nganë. Dollë. Po lujna me to, që po lujna kundër edhe me kontore që po lujna. Po. Ale pe mana. Alo, fizikisht e bo. I nadzi. Qa e ka bu me arrit ato. Shërë një pytje mos të jasë bësh shikuzve gjatë kohës që lujtë e mirë të Prishtina që do vita ke pas në oferta herë me dalë jashtë. E përmenëm edhe Negji u kur një menager shumë i fort në atë kohë ka qu lejtar, ka transferu sidomos në Turqie, në Kroaci, Bosne, Sloveni. Në qatë kohë nuk e kum njoft Negji, se më konë Prishtinë. Po, se më konë Prishtinë, jo që atërim konë kohën matë mirë. Kështu që anë Shqipni ku mujtë me shku, për një 10 herë u konë Vllaznia e Shkodrës s'kena bisedue. Në atë kohë po s'kum desh me shku vetë. Se në qatë kohë nuk u konë, që me thonë, kushtet nuk kanë qenë shumë dallim i madh, kështu që kum thonë ma mirë, po rriqi tu ma ngatë familjes, ma... Të do pagesat mas tuftës jënë konë njëtë si Shqipni, po thuj se. Valla thuja që ashtu jënë konë, shtu që s'm ka bo për shtypje me shku. Nashta konë një lloj gabimi, me kalu, adin pe aty, me shku dikon tjetër, kështu që, po, e kum një vetën shumë matë privilegjum Prishtinë, kampion, edhe ata në qatë ku Vllaznia e në konë luftëshën për kampion, më kujtuat ka orë me Arbëndesku, ata ka nërë, Arbëndesku u konë kryetari i Prishtinës në Kryesi, u konë, kështu që aj, kena bisedu me to, jam kanë thonë me qapë ta mërë menja, që shpise më lëllën të më thire. Thash unë po du me nejtë me kampionat. Kështu që... Si e pishman që... Jo, aspak. Shërë që disa vite je edhe pjesë e grupit trajnerëve të ekipave të moshave të Kosovë. A qysh po shkojnë punët edhe qysh grumbullimet edhe qysh e kem situatën të moshat me talenta. Talenta ka sa dush. Veç normal duhet punë. Na kem edhe, unë jam me 17 që tash. Arnër Morina është kryesore, unë jam ndimës me jenë me ta. Fadil Berisha, Enes Shushulli. Kështu që ka talenta sa dush. Veç i duhet punë. Na kem pas edhe, ku pas rasin mi pa edhe këta tjashtet i kena marrë, kena në Turki 2 loj, me Hollandën. Minutën 94 Hollandën na ka dhënë gol. I kemi pas 2.70% kemi pas tjashtet. Kështu që e kam bo një farë lloj diference. E këtu më rana Kosovës apo... është mosha me ndjeshme, besoj të kategoritë e reja u 17 që është me ndjeshme. Ashtu se është interesant. Fillojnë më rritë edhe mi nejtë gati pak ma shumë. Nejtë gati mi u full pak ma shumë. Me bisedu me ta, me këshillue, qështu e ki gabim, qështu është mos bënd, qështu adin, është një farë lëj se e kanë moshën që si tonë. Unë e kom pas djallin e kom që lunë, ta të nëjtë që ta që i ka bojë, kështu që edhe vete adin e ndjej ato që ju du mi folë, do të mi folë, shanë në trije.
mi tregue qa është mirë, qa është keq adin, qa është puna, disiplina, nëse don me arrit diçka. Po, normal. Domethënë, kështu klubet do të mu angazhu pak ma shumë me... Normal. E përmend e djalin, është e Gjilani. Po. Qysh pjetë? Mirë. Mu ma kanë livdu shumë, mas por ma kanë livdu që djali mirë. Qa është edhe në cëshme? Qaja kryesore. Mirë. Ai ka qenë trepshe në fillimet e tina si i vogël. Ka kalu në 2 korrekt, tani ka kalu edhe kja Champions League. Po, Champions League 3, po. I ka dhënë 2 golla, ka kalu edhe në 2 korrekt shumë mirë. Me insistimin e tyne ka kalu në Gelan, kështu që për momentin është atje. Është tu kalu shumë mirë, normal i vinë pak kohë. E ka pas një falendimi pak dorës, kështu që e ka sanu edhe besoj që veç tjetërën sezonaj do të mu kysh në ekip. Po, golla pas javasanizme e Po, sa i përket respektit e profesionalizmit atje në Gilan është gjithçka okej. E presin shumë mirë, e kanë prit shumë mirë, e respektojnë kushtet i ka të gjitha, me i të veç të kjo. Se në fush nuk mundu me imi. Me vërto, shirë të ekipët e musha, po edhe të tripsha e kena po ku paskohet që ka dhonë golla, po so realisht ka go për golla, për loj, për stilin e loj, sa... Po duket që po shete ai diçka tonë na. Me tregu drejtën ai ka që shtojnë hunë ma shumë se une. Po. Ka hunë ma shumë se une për goll. E ndjeni ato ma shumë se une. Kupton. Edhe ai lun sulmu skroj. Po. Sulmu skroj ka lun në treps, ka lun edhe në qendër. Po ka lun këta shpi konvenon edhe shumë ma shumë krojt. Po. Ai është një me një është i mirë. Te golla nuk fal, kështu që ati ne mbetet veç punë. Po. Qofse i duhet në i këshile jem, ja unë normal i ndihmojnë me këshile ose diçka ku nuk është diçka i knaqur me loj, muna me këshilue. Po, se Superliga është po. Si vjet drita pak në avantazh, po duket që titullin e 2 për radhë për merr. Ballkoni i dyti, Prishtina jot e treta të luftu për Evropë. Gjilani djali tënë. Pa më shumë sezon i interesant, po që është më rëndësi dhe Liga Por është shumë interesant si vjetë. Qysh përshes Superligën? Besën që ekipet që kena mi qitë kampion si vjetë, ose në Evropë kanë mujtë me rivalizu me po sukses, që kena pas në vitet e fundit sukses në Evropë, klubët tona, Ballkone drita sidomos. Besoj që po, drita, sidomos drita, e ka rujta ata të boshtin kryesor. Me sa di, unë e kam pas oferta dhe letartë me shku jashtë, kështu që kryesia tyne ja u ka plotsu kushtet, kështu që edhe në fond ju shpagu. Ju shpagu me lojt tyne, hinën në Conference League, grupet i kalum. Kështu që unë e shoh rival kryesor, këtë sezon drita besoj është për kampion. E qa po të pëlqen ai sen të Superliga për dallim prej kohës kur e kun të futbolist? Allah, ai s'po dije. Ma let është me luset. Shumë tash shumë e vërtet është ka që se për para ka qenë shumë ma vështirë. Tash e ki shumë ma let. Që beso tash e ki edhe varin. Nuk po mundet tash bash. Me ta mshu, me ta hije, nëse ka pare ferje. Tash po shije zilë s'ka. Kështu që unë menoj shumë ma letë e kanë tash. Po. Nga i lejtarë që bën për shtypje i Superligës, ose që besën që ka me arritë? Po këta zakonisht ta jenë qëtu ekipet e para. Drita, është Armonaj, Rënbruja, që më pilqenë mu shumë Rënbruja, me sushurit e Prishtina, është kjo që lëndu e Ilievski. Me sa di më 10 golla më duket i ka. 13, po. I pare, janë. Superligë 13, po. 13, larku ka le më nëzë. Jo, farë dhe jenda. Shtu që ta i kësa preferu është e Gjilani, Jarovici. Po. Letar, kjo që më pilqen më është Thaci. është kontori malë, Arvend Thaci. I dritës Benis Krasniqi. Tha që më kalon për shtypje që s'nalën kora, u këtanë.
dy mbrojtësa djathtë se kanë bo vjetë edhe pju jepë, Qashtu. me thonë leksion djemve të ri që Djemve të ri shluhet, qashtu është. që shluhet me angazhim edhe me hallallikov, dyve janë të mojt nivelin shumë t'nalt. E vërtet është. E të liga e parë, kush menen që e kem Te liga e Dinamo, parë ko Vosren? po qashtu. Ko gjash një La. 5 ekipe më do po 4 pikën, është Liria, ai Ismet Munishi, Vllaznimi Vllaznimi është aty, Bilenkit Jovish, edhe Trepça të Vllaznimi thënon. Liria ishtë derbi. Po. Trepça të thënon betet atë. Unë e menoj dej tash ka qenë vushtëreja, kështu që besoj që dej në fund ku më thonë fjallën që shtojnë e fundit. Po, Mos të parin bile dytin. Po. Po po të dy vendet me e ana para. shkalu asnjë së është Vllaznimi, është Liria, Tashinia, ato Feronikli, Po, kështu që edhe këto janë 1 pikë, 2 pikë në mjet. krejt një pikën. Që është të kanë Edhe- shumë gusht është. Liria Ismet Babes. Po. Si i thënë këto. Po. Kështu që ajo është një motivues i madh. Po tash bashkë kur nevojitet këtu ndeshet, ai sprinti i fundit. Kemi qenë e një mirë se kemi qenë në Trepçe me to. Ka Bashkë. qenë 6 muaj. Po. E konvrej që është motivues shumë i Po. madh. Kesh raste kërë nuk e doj ke më kur vike nga. Shero. Hajde që tash bjen golla, mos tani. Po dhe qash i vyn ka ja lejtari dhe shme ja jam një shtyme. Sherë edhe për fund, në futbollin ndërkombëtar, po besoj që e përcjell masi me futbolli je i lidhur. Kem po edhe eliminimin e Realit edhe Barcelonës, po prap janë me disa ekipe të forta si Bayerni, Arsenali, Parisi edhe Atletico. Qysh pishe këtu gjysmëfinale edhe kush po ta merr mendja që si vjet. Unë jam me Realin. Po. Reali po Bayernin na mujti na ka shkuq. Popullor që Po. ka lu ma mirë dhe e ka fitu me plot merit. Kështu që këto dy lojë tjera që janë. Unë menoj që Atletico Madridi kom e kalu e Arsenalin. Bayern e Parisi, ato nuk e di 50-50. Shumë lojë, dyat po lojnë lojë. Dyat po luajnë lojë të mirë, dyat po luajnë lojë agresive, dyat luajnë lojë ofanzive. Kështu që përparësi ka pak Parisi që ka qenë fitus, besoj që na shtalun pak ma shlirë. Po. Kënej përparësi Bayerni e fitoi titullin, s'ka probleme mo në Gjermani e ka kry. Bayernin në Gjermani atë gjithë është. Si Prishtina në këta. Shfirë, s'na mete tjetër veç me të falenderu që ke gjetë ku me ardhë dhe mi kujtu ato vitet e karrierës tone. Të rujmë shëndet edhe djallit shumë sukses të Gjilani. Faleminderit shumë. Respekt për juve, ishte një knasi e madhe, kështu që mas s'di sa kohë me shpalos të kujtime. Një me ka një farë ndjenje pak ma ndryshe. Të po, dhe se ka erë duke që i ke harru e du më se. Shirë faleminderit shumë. Lovë na e falenderojmë sponsorin tanë të Artex Swiss që e mundëson këtë podcast, ndërsa me juve shikus të nderuar, jemi në javën tjetër.